Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur dashur miq këtu në Albi UK TV. Mirë se keni ardhur në Personazh Alb. Si çdo të shtunë në orën 6 UK Time, ne jemi së bashku për të prezantuar të ftuarin e radhës. Kemi përzgjedhur një personazh për ditën e sotme shumë interesant. Është një personazh pas një lloj kompleksiteti, por është një personazh me një sër gjërash bukura, me një sër emërtimesh, me një sër profesionesh, është shumë interesant. Prandaj dashur miq, ju ftoj të jemi së bashku në këtë intervistë shumë thjesht, shumë miqësore, pa diskutim. E mirëpres në studio dhe e përshëndes në këto momente. Mirë se erdhe i dashur Agron Kastrati, kënaqësi e veçantë. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Faleminderit me sjellje për mua. Nuk të njoh shumë me kaq seriozitet, të lutem tani. Profe, jemi munduar që t'i vendosim titra diçka të bukur, tipike, disa ato gjërat më kryesore të jetës tënde, por ne duhet ta theksojmë që përveç atyre titrave ka shumë çka tjetër për të diskutuar. Pra mësues, autor, imam, shumë e rëndësishme kjo, dhe vëzhgues arbitrash, por jo vetëm. Mirë, pa humbur kohë, profe, të lutem do na tregosh diçka nga prejardhja jote familjare. Shkurtimisht, në të përgjithshmen e saj. Atëherë, unë rrja nga prejardhja modeste familjare e Shkodrës, mi jam i Kastrati, pra prejardhja tamam është nga lijet e Kastratit, dhe këtu banoj prej 260 viteve. Vetëm 260 vite, jo më? Jo, s'kemi më shumë. Jo më, hëtë sa brezni takon për 260 vite i dashur profe? Nga 10 brez. Nga 10 brezni. 30 vite ka një brez. Më pëlqen shumë, patjetër. Unë do kisha shumë dëshirë që një pjesë të atyre breznive do doja t'i përshëndesja fort, ndërsa pjesa tjetër kjo është jeta, sepse është cikël, kjo kuptohet. Është ultimi me një vajtje, pa kthim. Mirë i dashur, Agron, do të kisha dëshirë të ndaleshim pikërisht tek fëmijëria jote, të dinim diçka nga i fëmia Çapkën i disa viteve më parë, disa dekadave më parë. Kujtoj qysh në moshën e vogël 2 vjeç, kur në atë kohë prindërit na lihushin me kondakt. Ata që janë moshën teme, pra një 50 vjeçët e 50 e kuptojnë se ç'është kondakti, pra ka qenë një lihuje e trupit dhe durve komplet, dhe kështu na lëshin me fjetë. Po unë si fëmijë i lvishëm, lviza kam dhe zora kam për jashtë. Dhe ashtu kam ikë nga shtati dhe kam ikë deri te puna e nanës, që e kena këtë në mahall Çakeve, ka qenë dikur magazina e riparim shërbimeve shujt. Ata që e njohin me hallin e dinë edhe ku ka qenë magazina. Dhe ka qenë një punëtor aty me emrin Refik dhe i them piku ku nani. Dhe ju habit kur më pavi mua, tha, si më kjo deri këtu, tha, në atë kur më pa dalë masonaj, njana. Imagjino, vetëm 2 vjeç. 2 vjeç. Pra, ai fëmia Çapkën është dalluar që në moshë të hershme, pra që në fëmijërinë e hershme. Kurse në 79-ën, më kur atërmeti i madh, që u prishën shumë shtëpia në Shkodër dhe u thuj se Paçalleku u rënë komplet, pash filmin në Sëntoria dhe pash momentin kur vrasin atë djalin që i rrite pluma. Dhe pas se të vdiste ai, pra i hap derën plumave, në mënyrë që ato të jetojnë, vazhdojnë jetën, vazhdojnë të lirë, pra një sens. Dhe unë si fëmijë prep në thojza Çapkën, marrë një shkallë vogël dhe i hapi derën gjithë zogjve të Agjës, pasramet Agjës tim, i cili ishte marakli i zogjve të Kafazit, dhe iku vrap nga Afrika, sepse më njeku djali i Agjës, ishin më të mëdha, unë ishe i vogël, ishe pa 6 vjeç. Por gjithmonë i njëjti sherr, mos harro të lutem. Po, ishe sherri, dhe iku nga lagja me hall Çakave, një herë kisha shku te gjyshi, kam shku në Perash. Edhe atje që kanë hek me mëgjet familja, ishin qurë tanë i madhe i vogët me mëgjet, orë kishe shku të gjyshi, e të morin me të mija masanaj që mos të bashën për pa të shërë. Pra, ajo ishte ideja e përsëritjes. Pastaj fëmijëria jame ka qenë loja, kuptohet, hyra me sportin, e dashurova shumë si më thanë rolin e futbollistit. Arrita deri në moshën e paratrive të Vllaznisë, sepse në atë kohë s'ka pas vetëm një ekip përfaqësues, dhe në moshën kur ishte për me kalu me trit, maj me një moment, sepse unë rrjell nga një familje punëtorësh,
Pra, mamaja ime ka qenë magaziniere, me pas ka lujt një rol tjetër si revizore, kurse babai ka qenë soldator me profesion. Dhe më thiri ta njeri dhe më tha, atëherë isha pa bab 16 vjeç, se 16 u kalote me 3. Adoleshent, po. Po, më tha, qatë punon nana, qatë punon baba. Unë me një këshut thjesht i thash punëtor, më rahi shpallë. Po kjo mesele kthehet ma vonë, sepse unë bahem arbitër mas disa viteve, mas e lasha dhe sportin, dhe po i njëjti person më kretë dhe më thot një gjatë, më kam një ekip futbollit e du me mimu si arbitër, si Shkodran e tjerë, se kjo du të më rrate. E kam Njëri qanë. thonë, a e të njohë kush jam? Jo, ka Ska start problem i se vogël. t'njohën ty, thuaj. Ka start i vogël, sa kam kanë i vogël me tokë dhe salat. Imt. Ja, ka start i alo i majtë më tha po, edhe personi është Ismet Hoxha, sepse njopin tanë, një ish futbolist, ishte Ish një futbollist, levatnisë po. tjerë. Dhe u çudit, po tha, shtu ka kënë koha, tha, dhe është e vërtet që mund të kemë thonë të, po ai se kujtote, si më thonë, po ne si fëmijë mashim. Kjo ka kënë pjesa që më Dhe prishe. në atë moment i dashur të kërkojnë ndjesë, Agron, pra në atë moment ne duhet të nënkuptojmë që ti u shkëpute përfundimisht nga të Jo. luajtur futbollit, Jo, futboll? jo. Fatmirësisht kur kryva shkollën e lartë, u emnova mësues në Velipoj. Dhe kishin marrë vesh që një prej mësuesve kishte luajtur futboll me Vllaznin dhe ajo ishte gjamore. Velipoja një atëherë ishte kriju si ekip në kategorinë e tretë për me dalë në dytë. Dhe nalin, duke shku në punë, nalin autobusin, një furgon, del para, i thonë, kush është mësues Agroni? Unë i tham, hajde me ne. U thashtë mori policia. U thonë, hajde, se do të lush me ne, tha. Okej, thash, erdha pashu. Dhe në moment më thonë, futën loj. Unë as kisha bas të vitja, kisha 10 vjetë që ishe këshput nga sporti, 9 vjetë, po të ise. Pse pikrisht profe u shkëpute nga futbolli? Cila ishte arsyeja? Kur u shkëpute Arsyeja konkretisht? nuk më lanën mundësi, pra, për me kalu me trit nuk më lanën ma mundësi. Kjo ishte këshputja eme sepse ishte koha partisë punës. Në atë kohë nuk nepshin mundësi, u doshin shumë gjana të cilat edhe ti veti kuptan, pra me Pa ken diskutim. e prini dikuj ish komunist ose me pas një background ose diçka familja jote në mënyrë që të kishe një farë favorit. Po s'kisha as një lloj favorit, dhe aq më tepër isha i shkurt në trup. Po kisha i të veçantë si isha sallak. Ata që losin futboll e kuptojnë. Patjetër, Me me të pas- majten. Dhe atë ditë që I majt. atë ditë që më futen sport, fitume me ekipin më të fortë të boys, këta se besun bile. Dhe Bajs Kastrati. Dhe mia, po, ton Velipoja, mësues Agroni, me mujnë majtë si me kanë mëtë. Salizet, emocion, gjithsesi është emocion vetë dhe ajo apo jo? Kjo ishte ajo meselia e vazhdimit prep të asaj çfarë lash ose çfarë u shputa. Si më thonë, po unë asnjëherë nuk jam shput nga futbolli. Jo, nga futbolli s'bëhet fjalë që të shkputesh ti, po e kisha fjalën konkretisht si futbollist, këtu doja dilja konkretisht. Po, edhe në kohën si student, pra krijova ekipin e futbollit me të gjithë, domethënë, me komplet degët e studentëve që ishte juridik ekonomik, pra ai kanë përfshirë të gjithë studentët dhe krijova një grup shumë fuqishëm, sa që mushin Trit e Vllaznis, ku Trit e Vllaznis ishin kampion Shqipënie. Në këta ka qenë Vionin Sinani që Sinani. Po, ai ishte kapiteni i ekipit. Më mend trajner ka qenë Paçarani. Përshëndesim Sinanin dhe familjen e tij fort e fort. Po, adi jemi shumë të miq. Pra deri aty arritme, kjo ishte, më pas mësonaj vazhdova. Pastaj, çka bëre me jetën tënde? Si u angazhove, si e menaxhove të qenë pjesë e futbollit, por jo në fushë konkretisht e tjerë. Çfarë ndodhi me ty? Si do na e tregosh, si do na e kujtosh atë kohë? Kur hyna në futboll. Vazhdimin. Pra, nga shkputja e futbollit edhe gradualisht për të mbritur deri në ditët e sotme, ne do t'i përmendin t'i cekim disa gjëra nga retrospektiva deri më sot. Për nevojat e ekipit me vendosen mbrojtës të majtë, sepse ata nuk ishin një person që lutet topin me të majtë dhe unë basha edhe mbrojtësin, edhe me sfushorin, edhe se nisin ati tjani. Pra ishte një krah që nuk i lesha me kalu, kam qenë shumë i shpejt në mënyrën e vrapimit, edhe në mënyrën e gjunglimit, ka pas vështirë, sepse sallak e kanë këtë veti për me ama topin është e vështirë. Profi, a i sallak edhe me dorë të majtë edhe me dorë të njëjtën? Nuk më kanë lanë me shkru, po shkruj me të majtën, po s'më kanë lanë me shkru.
Në klasë parë, mësuesja mbi të rrikë, më shkruaj me të majtën. Unë akoma sa me shku në shkruajt majtën, sepse po ta thy dorën të lujt top, dhe o detyrova me shkru me të majtën dhe shkrusha krejt qartë. Pra, e kuptoshin fëmijët sepse na veprime matematikore kena. Edhe gjithashtu unë jap matematik, fizik, pra ky është profesion thuhet, jem. profe, që sallakët, pra personat me të majtën që shkruajnë dhe e kanë prioritet këmbën e majt, krahun e majt, kompletanën e majt, janë personat veçantë. Kështu që me sa ne po kuptojmë nga pak, se vetëm fillimi i interviste kanë kaluar vetëm diku 11 minuta, kjo tregon që profja ka që në voglin e tij që në veçli ke patur gjëra karakteristike shumë të veçanta, pra që të ka bërë gjithmonë të veçantë. Është vërtet, bile do të bie një shembull edhe nga ana fetare, sepse unë kam qenë shumë njëri i mashëm. Isha në vit 2 në shkollë mesme dhe nuk i fliça shoqeve të plas pa më fol, po më thonë ta si kini, unë nuk i thosha u skuqe. Nuk e di se kisha këtë seder. Dhe kam taku një person që bate shullojna magjike, dhe i tham bile, ka qenë djali i drejtëresë shkollës 10 kuriku aty ku kam kryer 8 vjeçaren, Katrina Bujoshi, ndoshta të kujtohet si person. Shumë personi në unë në Shkodër. Vetëm 12 vite, profe, kam që jam larguar nga Shqipëria. Mos harro se jam larguar nga Shkodra, nga Shqipëria, 30 vjeç. Dhe në tha, a beson Zot, po i tham besoj, sepse në atë kohë ishte e frikshme, mu thonë besoj, ishte 88-a, po më s'kishte varë. Një gjatë, shkon një lonë të aftët, nes një qiri dhe për 3 nethet lutju Zotit ashtu sikur se din ti. Po që ti lutem, i tham, lutju që me ta larguat sikletin që ke ka shikjerve. Po, edhe e vërtet u luta 3 ditë, 3 net rresht. Ta themi kështu. Po, në fiks, 3 net rresht e bana këte dhe më kaloj komplet. Dhe më thoshin artosti si agroni. Ma e mësova me këcyve. Me fole, me ba, pra, hyna u socializova ma tepër se sa isha, sepse edhe unë e isha si mangësi, sepse njeriu duhet me i kuptu vetin se deri ku mbrin dhe çfarë mangësi shka në mënyrë që t'i reparojnë, se kur i paron vetin e ke ma të lehtë për me i thonë dikuj tjetër ban këtë punë. Bravo. Dhe kjo ishte arsyeja masonaj me të cilën pra unë vazhdova. Profe, a do ndalemi të lutem pak tek adoleshenca jote tek shkolla e mesme? Po, të shkolla mesme kujtoj shumë gjana, në cilat une kam qenë i profesionit marangos dhe kam pas shumë e përzemër këte. Në shkollën profesionale? Po, në profesionale teknologjike. Dhe në aty shpesh në shkosha dhe rregullosha xhamat, dyert e tjerë të shkolla Ismail Qemali, ku ishte afër, pra profesori ishte besim të unë dhe njëpte të gjithë veglat, thote agrënfet kanë nevoj shkolla 8 vjeçare një rregullu xhamat, pra me prej xhamat një dëmosë, u theshin xhamat, dyert e tjerë, dhe unë shkosha me shumë të nëjsi e rregullosha. Aq më tepër ku bashim praktikën profesionale në kombinat, unë isha si përgjithë, si mësosha i basha praktik shkollave gjimnazëve Jordan Nisja 28 Manoj që i vishin aty mu praktiku për një muaj dhe unë i mësosha si me ba, si me thonë, ata veprimet me dru, që ishin me pastru drunin, me ba e tjere. Ta ishin ata veprimet. Kurse e veçanta ka qenë në 90-ën kër u hap feja, për herë parë, sepse kena kënë klasë solide, u hap e para kisha, dhe u bëmë si shkollë, si klasë, do në me shku të kisha, pra ku ka kënë vorezat, që ti e kujton aty. Po e kujton, unë kam qenë aty kur është hapur. Kam qenë një fëmijë shumë tuti vogël, ja ka që vogël, më mbani në shumë hopa. Aty në përpon, pas t'kam gjoftë. Po qatë një, pa asë 20 kg prove, një fëmija që vogël miniatur. Unë kam qenë i vogël, me to për në vit 4 të rrita. Dhe shkuma atje, i ndihmu me sa kishim mundësi mi quj dras, mi quj gosht, me hek diçka një pislek për me pastru. Pra, kjo ishte virtyti i parë dhe kënaqësia jonë që ishte që po shërbeshim, pra po i shërbeshim Zotit. Pastaj, pas sa ditëve, pas i javët luket fill me 16 nënor, u hap xhamia Plumnit. Edhe aty u bëme si grup me shku me kontribuat sa kishim mundësi. Dhe keni shkuar gjithë shoqëria juaj gjithë bashk. Prej Çanolli. Duke shku, se unë s'kam ditë me rejtë, kja ka kënë aja e meta jeme moshta, por e mira, elhamdulillah, thëmë, sepse është e mirë, e falenderoj Zotin që s'në ka bërë t'il, edhe do t'i jep rast sepse s'kam rejtë.
e kam amanet prej nanës. Bravo. Dhe më takon profesori kujdestar Risto Gjurbaj, bashkë me një shok ti. Ku i të shkua kërë? Unë tu, jam të shku në gjami. Ku thet? Gjami kishte Thu sekretar, edhe një herë. kishte sekretar i shkollës, pra më se drejtori, pra kishte përgjithësi edhe tjera, pra moshta i bashim dam, po nuk e di, se na ishim fëmijë adoleshenta, nuk e kuptoshim ma gjatë. Shpet tha me klasë ma, hadi thëmë se në ka thirë profesori s'na den me shku, o ardhen ta. Filloj me rrallë, ti djali filojnë ti dash me shku në gjami, tu t'i ranë shkuta, ba, vjen të onë. Ti thët ku ishe të shku në gjami, ma të thash, tu më prep. Lujti kryt më prej ku me dorë. Tani rrahi, mu së prej ku me dorë se a thash vërtetën. Që ti e the sërish vërtetën tënde, po. Ajo nuk let në balë, kur pra gjithmonë kur kam pas shi problemesh, do me thamë, kur kam pas keq kuptime në njerëz, sepse unë lusha ato për shembull te kopshti kur isha te 8 vjeçarja dhe ishte thënë një fidan. Edukatorja e kopshtit vjen te shkolla ku ishte drejtoresht e thash Katarina Bujoshi, që kam shumë respekt për te. Unë isha të bëj histori me te, më jepte histori partijet në atë kohë. Dhe më ban me gisht njaj ka qenë edukatorja për mu. Unë qohëm, më fali thash, unë kam qenë të lujtë, po, unë fidan s'kam thëjt. Pa e zgjatë shumë drejtoresha shputin. Ku i bën shputin, mos më prejt në dorë. Pra kam kenë a shumë klas 7, pra kam kenë. E i kam dalë zëtë vërtetës, jo se kam kenë të në kuptimin e kësaj. Do të prej shpillin nesër, do të shofim në një, i thamë nëndë, nani shtu, se unë së resha, e më kuptote shumë mirë. Qej, aja ki thamë te po ja kam thamë po mra shkut. E regoj, unë tha, shku me nëzyrë në drejtori. Vjen mama. Ja se për mrojtje, po për drejte. E o i tha, unë moj mami ka që i tha, nana, pasa, në të setë. Pa shëndet. Ka shtu, i tha që, unë e kam su djali, mas me rejtë kërë. Ja, është arma janë. E kam su djali mas me rejtë, dhe ti pse i kjera shtuti. Atjera e o kërë, si dhe doresh, i kërgoj o fanë. Pra, sepse e kuptoj që unë si kisha ba gja, se po ta kisha ba du t'i thoshë, edhe në kishtë diqka që e marte. Profe, na emocionove o profe, na emocionove? Nuk e kisha menduar kur në mënyrë absolute që Agron Kastrati do emocionohe ka shumë dhe do na përsillte emocione edhe tek unë 2500 km larg. Emocionet nuk hupin kur sa do lart qoshin, por kjo realiteti dhe nga i herë gjanat kur kujtohen dhe kur janë të sinqerta gjithmonë ka një realitet, si më thanë, i cili nuk mund ta mohosh. Pra, është diçka e vërtet, e cilën mos ka lënë asnjëherë në balë. Faleminderit shumë dashur, unë kam punu pra krahas tyne që kam marrë shumë zanate tjera, po përmendni një, kam qenë edhe kampist, pra kam punu te dollari për një periudhë kohe. Dhe më vishin një qip. Te këmbimi valutor. Po, te këmbimi valutor. Pra në qendër të Shkodrës, aty është edhe xhamia madhe e Bubekër. Po, xhamia sot. Pikërisht në qendër të Shkodrës, po. Fiks, aty mbite një qip, domethënë janë sprovat e jetës dhe mbite lek 5000 lekë, do të më kthy valutën marka, në atë kohë se punoshin shkretit, punoshin Jugosllavi. Dhe i shifshin me sy. I shifshin me sy se nuk dishin me numru lek, dhe se thoshin mi ban 5000 lekë me pa sa i arrit mallësia. Dhe unë s'ja preksha kur lek, se si kishte qu zotit e unë edhe unë, se më thoshin tjetë, e i marra pëse s'ja mëp. S'më duhen gjë, e thëmë, nuk është, marja tutit, jo, s'mojt, i tharë se, i s'mojt, e kuptan. Ose nëse je i zotja ati që ka kapacitet, se në shësisë, ashtu është e vërtet. Ja marrin, më i thëmë, po kërkush nuk bajt e hat me gjane huj. Se këtë më kam su nana, gjaja huja është e huja, nuk është e huja. Është e huja, së është e jotja dhe zbët e jotja kur. Një dit nuk dola une, nuk dola në trek, isha fjek gjumë në zhek si kina në shkodran, dhe del ma zite. Ta ka e hatu filani, thët atë nuk del ma, me të vërtet nuk dole ma, i kishte pa marrë dalek. Po, i thash s'kam një bo mirë, i thamë, sepse me a marrë një të smojt, ose një personi që ka këtë nëjtë. A zhynaj ma, i thamë, me gjitha te, i thash, keni tegu në trejnia, në burnia, si sa me thamë, me gjitha te. Aja shijet e ujtë puna i. Ka janë gjanat e cilet, pra, dhe me thamë që e drejta,
Edhe vonon, por asnjëherë nuk lën balë dhe gjithmonë del fitimtar. Do ngelemi tek ajo shprehja, profe, i drejti zhytet, por nuk mbytet. Asnjëherë s'mbytet, është e vërtet, unë kam vujtë Janë edhe fjalë shpirtnisht tuta, ta e pikë thash, mbaron. qysh me sportin ta thash, bro. Unë e shifsha se dikush ishte shumë më dopë se unë dhe ai vazhdote me lujt dhe unë rishës me thonë ston e tjerë, unë e kam vujta unë të kohë, edhe si elbiter, futbollit që do ta sqaroj më vonë. Patjetër. Dhe Do kam pas mbërrime dhe komunikime aty, patjetër. direkt edhe me presidentin e federatës që është aktuale Armando Duka dhe po. për mu ka dhënë një përkrahje të madhe, megjithatë kur s'do më bë diçka, s'do më bë, por s'pakur Është e vana vërtet, morale, unë jam i çliruar. Profa, do ndalemi pak të lutem tek post shkolla e mesme. Si vijoj Po. jeta jote pasi ke kryer shkollën e mesme? Atëherë sa kryeva shkollën e mesme, kam pas gjithmonë, unë kam kënë tip në kuptimin grec me drejten, pra gjithmonë basha debat me mësuesen e matematikës e ndjera se tash nuk jeton më, po nuk du me atë më menin. Dhe i kërkosha noten, sepse unë kisha një djalë dajet nans i cili ishte mësues matematike dhe thote nuk ka mundësi me mati 6 e 7. Po shumë vena ja i thosha, nese pra, ti se ai më kontrollote, më shifte, ban këtë ushtim, bat këtë, pra shifte e corin. E Me gjithate, kur marrë shkolla, kja mu afru dhe më tha, sepse unë shkolla e marrë letren, në atë kohë s'kena pas diplom, se ndrej sistemin në 92-shin, unë diplomoha në 92-shin, mora një letër vërtetim, notash, asi gjatë se dosha me shku në Turqi për studimet e fetare, që shkova. Dhe kjo mu afru dhe më bani shumë përshtypje, më ba qefi, si më thonë. Atëherë më ba qefi për ty që po shkon me studiu jashtë, që në atë kohë ishte gjatë marë, në 92-shin, kjo sa ndrej sistemi me shku. Faleminderit profesoresh, i thosh. Po, kjo rruga jam këtë kam zgjavi, thash, besoj se. Jo se të më ba qefi me vërtet, po nuk e prita një person që gjithmonë u grejtësi me te gjithmonë kundërshtote gjithmonë, pra ka ritme provat, prinin nort mësimit, dhe kur ishin ata sistemet në nalësha në kun ajo bërtite e thote nana pas në prati thote nuk i bërtitet në zanësit se një bërtite në mësusit, pra aja si ishte mësusit, po ka pas mësimin e jetës. I thote një bërtite e mësusit një në zanësit e blokon këtë. Me gjithate, kjo ishte meselia. Pas ta i vazhdova shkollën në Turqi, naja 8 muaj, sepse nuk Sa e vështirë ishte studimi në Turqi, sepse me sa kam informacion i dashur, profe, brezi yt edhe pak breza më tri edhe brezi im, se unë ti kemi diku gati një dekadë ndërmjet mos gabojun, dhe kështu që jo të gjithë kanë patur mundësi ta fillojnë, ta vazhdojnë edhe ta përfundojnë studimet. Po, studimin, është vërtet. Studimet në Turqi për teologji dhe filozofi islame. Edhe shumë dek tjera, sa ty ishin shumë dek, po unë zgova teologjinë fetare. Qa ndodhi me ty, si ndodhi me ty? Sa e vështiri ishte shkuarja fillimisht, cili ishte impakti me Turqin, si e përballove? Nuk ishte as pak të vështirë, por ne në kuptimin e kësaj kalume nga një sistem që e kuptoni myur në një sistem të hapur, një sistem që kishte shën. Pra, mu duk të veti si kur isha në parajs, dhe bile javën e parë, unë e kam shkru familjes 7 letra format, para, napa, pra bëjnë 14 letra pa unal, të regu kretë me Selena, me detaje. Unë drita, sepse kështu vjen me shkru gjithmonë ka me shkru, edhe hartimet i basha gjata. E keni kështu si familje ju të shkruarin, gjuletërsi, gazetari, e keni kështu si familje ju, po do dalin, do përmendemi edhe pjestarët më pas. Po, vaj ma ka kënë shumë pasionant i letërsisë dhe nuk jo a mundësia në atë kohën e partisë me allan shkohën e nalë dhe i ardhi atëherë kur e qunë në ushtarë, po nuk mu ishe me da në ushtrinë për me qunë shkohët nalë. Po, kanë kënë ata pjesë që i kanë lujtë ata gjithmonë. Me gjithate po njësën të vetja. Tek Turqia, profe, të lutem që mos të shkputemi shumë. Sa e vështirë ishte që të lije nënën dhe babajnë familjen se ju keni qënë shumë të lidhur njëri me tjetrin, ndër ato familje qytetare shkodrane, kështu tipike shkodrane. Sa o nuk mujta me nej, se mund kanë qu me barel në spital, që ta dishti. Ka që mërzita, dhe ka që fitova stres të malë. Nuk e disha pëse nështë a mërzia ka shi lartë prind dhe familjes, sa që më janë qu shok, më kanë qu me barel, se s'pu shot e dhima kokës.
dhe kur shkova në spital, jam hall për i barelet, kam pa një person aty, ishte doktor me bluzë bardhë dhe vrapova te ai. Asaj pa njoft, më futi dorën në qafë dhe thaj kaq, lene më të lirë këtë se s'ka kur gjë. Po, me të vërtetë që unë s'kisha si gjë, vetëm kam pasat mashme, si më panat mërzine. Malli mal për familjen. Dhe në momentin e parë që jam kthy mas 8 muajve, unë shpreha dëshirën për mos me shku ma, sepse nuk mundisha mu largu. Isha një tip që i ke din vetë se unë shoqërinë e kam primare, unë vazhdoj akoma sot i kam shoqërinë kudo. Dhe nana më tha kaq, ti vepro si ta marrin mendja, nuk ka problem. Edhe kështu venosa qëndrova. Pastaj hina në universitet. Në degën e fizikë, se s'kishte mes as i gjatë tjetër, se unë dosha juridik ose një degë tjetër, po ku më thonë nuk ka vëmë, sepse unë erdha vonë, më thonë, hina në morja, në këtë. Atëherë, u desh me prit një vit, një gjys vitit, se jo një vit, për me vazhdur me rregull. Dhe meta në fizikë. Aty vazhdova mësoj jetën studentore. Po i ki përballuar mirë fizikën, profe? Po, mirë, kam përballu mas 45 vetëve që ishim klasë, përpunu me 15 vetë. Po pra, që unë e mbaj mend edhe tek universiteti imi parë, ashtu ka ndodhur. Kemi qenë aq shumë, e mbaj mend, profe, besoj që edhe me ju ashtu ka ndodhur. Kur ulem për ditën e parë në auditor, nuk na zinte auditori 200-300 studenta, nuk e mbaj mend sa. Kur kemi kryer, nuk e di, 17 veta mos gaboj mund nëse s'gaboj, nuk dua të gaboj, po më duket se aq kemi qenë. Dhe duket edhe si kështu, edhe surprizë, edhe shokuese, të duket si diçka shumë veçantë apo jo? Kurse sot është bërë shkolla të hysh dhe del kollaj, sepse ti e dini shumë mirë se 4-2 vetëm 2 provime mujshë me bërë për vitin tjetër dhe po si kryve ata nuk mujshë me kalu tretin, fix, pra do të me fillu për i sparit, pra. Me gjithatë, kemi qenë mirë, kemi kalu mirë, bilerat aty kam dhënë kontributin tim. Asë vendëshim fare. Profe 4 vite më falë sërish, 4 vite matematik fizik më the apo jo? Po. Dhe pastaj do ndalemi tek diplomimi te matematika fizika, por që diplomimi. Na trego pak ato emocionet e tua, a ditë shënuar. S'kam pas emocione kur, kja ka kënë natyra jame qetë, që unë asnjëherë gjithmonë kam nejnë bënë parë. Për fat mirë, pra nuk e kam pas problem këtë aspektin e stresit apo diçka. Që ka me në, thosha. Jam përgadit atë sa kam mujtë më përgadit dhe kam lanë atë sa kam mujtë më lanë. Pra nuk kam kërkuar atë malore, si më thonë, kam me aty të vesi. Pastaj, si vijoj jeta jote i dashur Agron? Atëherë, unë edhe kontributin që kam dhënë në ta 4 vite si student kam qenë senator i universitetit. Pra kam përfaqësuar studentat Unionit Studentor, kam qenë në 3 përfaqësuesit e Unionit Studentor dhe edhe në shkollën akademike, pra me profesorat që kanë qenë aty në senat, kena lanë kontributin tonë sa kena pas mundësi, kena lanë për studentat, për kushtet e studentave dhe tjera. Përsa i takon pastaj kryenjes shkollës ose asaj thash emocione nuk kam pas, bile kam pas një profesor shok, shumë i nderuar Enver Hoxhaj, që do ta falenderoj. Patjetër. Personi i cili më ka qiras gjithmonë, që ta di edhe tjerë, që unë se kam thënë herë, dhe asnjëherë s'ka lënë me pagu. Dhe në thote i kaq, studenti dhe ushtari s'ka lek thote. Është e vërtet, është shumë e vërtet ajo. Po studente sa vi shkreti student. Por ai kishte qef me ndaj me mu me bë biseda gjana të cilat pra sepse u kishe lidhje me shumë gjana, me shumë aktivitete të cilat ai u kënaqte kur bëte mohabet me mu, edhe unë normal që u kënaqsha me te sepse po thuj se kena pas njëjtin karakter. Dhe kam qanë. Qenë me cilën pra ai më ka majtë afër gjithmonë edhe më ka respektu. Edhe respektu. Edhe është kënaqësi e veçantë Agron kur personi në rasti konkret pikërisht i je shumë mirënjohës asaj figure që në një moment disi edhe pak të vështirë, apo jo ta themi kështu për ty, moment shumë i rëndësishëm i jetës tënde, një etapë shumë e rëndësishme, shumë decizive, por vështirë edhe ndoshta pak nga ana ekonomike, ai ka qëndruar shumë afër me ty sepse ka patur dëshirë shoqërinë tënde dhe është shumë e vërtetë. Pra, ai pas asnjë lloj interesi. Asnjë lloj interesi, bravo.
thjesht si agrën, thjesht pra si një student që e ka dash fort, pra ka profesora të tillë që i shkon mohabeti me dike, ashtu si kurse ka dhe studenta që pra kanë respekt për një person apo një person tjetër. Është e vërtet. Mirë, profe, do kalojmë tek një tjetër moment, pikrisht tek ecuria e një studenti i cili u diplomua në matematik fizik dhe ndodhet në Kryq. Po, kemi pas një aksident aty te diplomimi. Ne u diplomuam korrekt, si ishte rregulli. Po. Matematik fizik, drejtimi fizik. Kështu e morë me diplomën herën e parë. Më pas në shtator na rikthejnë diplomat dhe thonë i kena bëj gabim se duhet me shkru vetëm fizik. Edhe na mushën manën që i del fizikan të tjerë, si ke parasysh edhe ne i dozume diplomat dhe vazhdume përsëri pra morë me diplomën e ri në shtatore, morë me titullin mësuesi fizikës. Ai, shikoti. Unë ndryshuat. Por sot unë nuk kam orë dhe vuj këtë, sepse unë kam kry matematik fizik dhe s'kam kry fizik. Po, është vërtet, i ke kry të dyja zbashku, po, dhe të njëjtën kohë. 4 vjet të plota, të cilat sot nuk na njihen, po na jetë si mësuesi fizik sepse ashtu e ka të shkruar. E kam qartë. Do më ditë kush. E kam qartë. Mirë, profe, pastaj çfarë ndodhi me jetën tënde? Puna krejt e qetë, une nuk kam refuzu asnjëherë me shku në punë dhe më njëherë më kanë emnu në Velipoj. Ma i lartë isha dhe kur ma lanin titull, i tham, kum kini emnu në Velipoj? Ku i thamone? Në Velipoj, po në Borizan, i tham, a kini pas ma lartë, u qumë ta drejtueset e vjetër të arsimit, ka kanë bërhan që që ka pas. Një indjerë që ka vdekt. Ska problem, kalojmë, nuk ka problem fare. Dhe më tha, ne thët kena bon dogagjin. Ashtë e vërtet që ju keni bon dogagjin në atë kohë, keni pas pagesat e mira tjerë dhe shumë kushte, por unë i thash sa dogagjini jonë është Velipoj, si ishte fundi, nuk ishte ma larkë se në Velipoj. Bile në sektor, atje ku sektor Velipoj, po. Repart ushtarak. Dhe në hapat e para mund vjen inspektori i shkollës me kontrolluesin me tha me corin si mësues i ri. Dhe fatmirësisht e kisha në autobus këtu për krah. Dhe fillon të më pyetej për punën e shkollës, më thonë që është inspektori, se në atëherë unë njoh me arsimin, dhe i tham shkolla jonë ma mira në Republikë, na kena fëmijë për olimpiada, na kena këtë, na s'kishim për gjë, po. Na kena këtë, na kena dhe. Si përformim, ne s'kishim shkollë, dhe kur ky person më rrit me stacion se bashim një orë gjysmë me shku me autobus, se ka qenë rruga Velipoj shumë e keqe. Dhe kur më rrit me atje, apo vjen thët, ja i tham kam 2 orë të para pushim, unë s'kisha 2 orë pushim, po s'dosha me u përbau me te, se s'kisha bas ditari, na ja te klubi. A i më kishte pritej, ata 2 orë, kishte me, shkaj mas 2 orëve në pushim, thëm, mja bën drejtori, a gërna shtë të pritë, thët kë, a mje me mëni, thëmi, që të me a i do të presin sërish. A i klasa, ko hapa të tha, orarin e kim klasë, ishte te klasa 8C. Po, aty do të shkoj te klasa, thuaj. Aty ishte mran, hyjon mran, sikur se shok bashin ata nxans. A i ishte unë fund, si e shef a i mirë, thënë që kena. Por du me të regu episodin pas me artë këtë shkolla. Kena pasi kanali vi ujë që kullot e ujë dhe i bishim për shkurt ne, dhe thëtë ku jeni të shku, ati bim ka rruga, jaja se këtu bim ma shkurt, me kalu gurt si karkaleci me do në rrugë tjetër. Prej aty hishim mbache të këtyne familjarve. Ku jeni të shku, thote ky, po hati ti bim ka rruga, jaja se i bim ma shkurt se na lejoj ne se nga mësusa. Ashtu bane. Kur ka rrit para shkollet, në hanja 5 metra para dert, anala unë gjëj. Thët drejtorit është. Qa ki, thët drejtori? Ja, ka thamë shumë. Qa ki, më? Qa më ka thonë, pa shkyt e fëmijë që ka thonë agroni, thët drejtorit është, një më. Shkolla jona ma mja Republikë, shkolla jona është për këtë, shkolla e shkejti, nuk ekziston dhe fare e shkejta shkolla. Ati ishte një vend, një gërmal, ka thonë repart ushtarak, ku ne shkrushim, s'kishim as tabel, po shkrushim në mur i sabotum, aty shkrushim ushtrimet e gjanat. Fëmijët nuk kishin ku mu ullë, sepse ullëshim i banka, se s'kishim as banka. Gjama kishte plasmasat shkym me tela me gjëmba, tash imagjina, asaj mi thonë, e me shko, as toalet nuk kishin, as toalet, por kështu ishin kushtet, se s'kishim vend tjetër. Dhe më pas, profe, si vijoj jeta jote? Cila ishte të pjetat e poshta, ku shkove, ku më rrite?
Aty meta për disa vite, masanej kërkoha shpërngulje, kam punu 1 vjet në Bushat, një shkollë mesme të bashkuar, të shkolla mesme, e kam kalu shumë mirë. E kam kalu shumë mirë atje, kishte një, si me thana, nxënësit ishin të mirë kuptuemi, kisha si shok, lusha futboll me ta, si ti e din tipin tem, volejboll, e çdo gjë, ekskursione, dershi me ta. Bila rrisha me thanë nxënësve, ishte i viti 3, shumë komunikueshëm, se bajot i kishim jashtë, pashka e pi kafe se kisha afër aty. Mrini orte, jepshe i detyri, u shtema. Mrini orte, ja, ma se ke problem, përsa. Kur ndem drejtori para. Ku ishe të në bajo? Rikët të hin klasi sheftar të bërë detyra të bëju. Haqa e dhe ti. Ata më turë se kur. Pa, unë i respektoshe dhe më kanë respektu, dhe kur s'kam kanë, unë më kanë respektu. Kjo është gjëra mirë. Bravo, kjo është e rëndësishme. Me pas, profe, cila ka qenë ndalesa e radhës, ku je ndalur? Apo s'u ndali kur? Jo, vazhdova në Gurzi për një periudhë kohe, atëherë aty pat me një debat prat me drejtorin e shkollës. Pse ti kshu me debate, mor profe? Pse ti kshu me debate me Athash e drejta është e drejtë, atë e vetë. Po e drejta është e hidhur, prandaj. Po është e hidhur në plan vetëm. Dhe unë ashtu e thosha të vërtetën dhe rrisha vetëm. Dhe gjanat e cilet po i kalojnë, në qunet e një shkollë tjetër. Te shkolla Mjec, shkolla e bashkuar atje, ishte një zoj drejtoresh gru, e cila si burnesh, ashtu si më tha, ashtu veproj. Pa unë i thash ka marrë kastide këtu dhe nuk më interesojnë gjona tjerë, më intereson me bërë mësimin, edhe mu tha më intereson me bërë mësimin dhe nuk më karam mesh faktikisht, sepse në vit 2 kishte vajzën dhe më kontrolote direkt dhe më bau i këta 7 që kishte djarin dhe më kontrolote indirekt. Pas kishte nevojë në hynë klasë, pra mësimi u bate dhe ate kishte nëzanë shumë të mirë dhe kështu unë bile bashkë ma shumë si me ta se sa me pjesën tjetër. Bravo. Me pas u riktheva në Velipoj, sepse nuk më nepshin, si me thonë, afrim. Dhe do me tregu e rastin kur u bona definitiv. Pra tregoj të lutem aty doja dilja, po prisja me paturim se ti andej këtu, atje. Susi vaj shpejt, jam bot për 3 muaj definitiv. Unë zëvendësosha një person i cili ishte punute në Itali jashtë shtetit, dhe unë rishën vend ti në me thonë rezervë, pa lijoje, pra unë e basha mësimin, a i ishte jashtë dhe a i vazhdojte me raporta punë të tia. Atje shkova në komunë, i mora letat komplet që kishe me marë dhe shkova mu drejtu në drejtoria stimore, ku ka qenë sëtë, ku është bashkia thët, aty ka qenë drejtoria stimore. Ka qenë një person që s'pa du mi lanë emër. Ka qenë prefektura dikurshme. Pa, bravo. Një person që s'pa du mi lanë emër, inspektore, nuk mlete me hy. E përshëndesim edhe atë se di veta i se kush është e përshëndesim. Unë kisha marrë 2 shok me veti dhe i tha, më prit një 2 minuta sa të kej drejtorin. Mas në banakën, ja, i kam i lanë koridor. Asa ta s'dishin gja, s'ky s'dite gja. Ndel ky pret para. A grën thët kena fort për ty e tjertje, mas formoj, pusha. Nalet e i sekund. Hadin i kam këtyne 2 vetash. As ta 2 se kuptoshe, a fysë se që pa i tha. Afrohen edhe, hamar thë qaki. Mini e tham sa bukur flet ky. Ky meti o pi. Ja, këte i kapi gazi se. A kupten të shmi thonë, mini sa bukur flet inspektori. Për mu dhe me. Ja, hapa më zëtë një thashtë s'ka marrë me të party, du me taku drejtojnë 2 minuta mi punë teme. E hapi udi kryt, hinat e drejtori, e takua. Sja puna, thët. I thash, unë ishtu jam 3 mu, i thash, mësus që zëvëndësaj filanin që jashtë në Itali. Tonë. Si thët, në Itali, i tham, aj me rogin, i thash, unë jam zëvëndë si ti. A ka kuptim kja punë? A dim se pa ti tham të tha, orda thët. Sepse me pasë unë lek, se ti e din se kanë kënë rogat e vogle, as 90.000 lek mu i smershin. Me pasë unë lek i thosha, e unë iku në Itali, pas se kam mundësini. Shu që i kam venos me prejt. Aja punë ka du të kryet për 2 javë, fjo mas 2 javë më prasin mua, më japin letën definitiv. Dhe definitiv i e bërë ku profe në cilën shkollë? Në Velipoj 3. Në Velipoj 3, okej. Sa vite e ke qëndruar aty? 1998 deri në vitin 2005. Në vitin 2005, atëherë më binë me emnojnë drejtor në shkollën e Lilace, ku kam punu për 8 vjetë razi. Okej. Në Perash, aty bona disa liuje të forta, ku arrita me pas një liuje me një shoqat shumë, së në kanë dasha mirë se për arsimin, e cila na investote 7.000 euro në vit, 45 nxënës me drejt ushqimit dhe mësim pas
orës mësimore, pra këta si bojnë sot, unë i basha në atë kohë, edhe 3 mësuesa me pagesa ekstra Ekstra. për këtë punë që i bashin. Kjo nuk ishte e vogël. Bile Absolutisht. unë përfitova një fond shtesë, jo 7.000, por 25.000 euro, vetëm i fjalë goje. Ishte ardhe zëvendës ministri i Italisë, sepse Italia investote për arsimin në Shqipëri. Në Shqipëri asaj kohe, po. Të kjo shoqat. Dhe kishte ardhur në të pyeta çfarë doni me bëju, njëri lodishte, tjetri do më rregu këtë, tjetri bajën, tjetri kam këtë. Po ti thot shkolla jon, ishim 8 shkolla, unë i tham do me bëj tham një shkollë emergjence. Çfarë thet? Shkollë emergjence. Po çfarë thet? Më pyet tash ky vazhdon. E tham thjesht me shtu një jetë njëri të bëj kam një jetë. Qyri, dujti kry, do të bëhet pa. Po çuna ata bën 25.000 euro. S'ka gjatë të bëhet. Ti me a bëhet. Sa të asaj dite, dhe me thanë një fjalë vojet, aja akoma është aja shkolla emergjence, të shkolla Lilaçe, i shohës përdore kur, por është e mjaftueshme. Shumë shkolla tash janë të restauruar, janë të bërë shkollat e emergjencë, pra unë jam një nga të parë edhe që ka bu kamrat në shkollë. Pra kamrat e sigurisë, të cilat pra ishte shkollë publike, ndoshta shkollat private i kanë pas, po si shkollë publike në 2009, nëpërmjet shoqënisë teme, vendosa dhe ato patë një efikasitet më. Patjetër, pa diskutim. Sepse Kamera është e rëndësishme që ta ndej në çdo ambient. Në gjithësuna nxënësit edhe mësuesat vetë, pra që s'duhet më në për korridore, ora mësimit është e shet, pra orë mësimit e tjerë. Mi gjitha, pra, si më thanë, u kanalizu arsimi. Pra, janë gjëra domosdoshme të cilat njeriu edhe pse, pra duhet me menu, edhe pse je në një pozicion, edhe si drejtues duhesh me menu si për familjen tënde. Patjetër. Sepse aty je përgjegjës si familjes tënde. Janë fëmijë të dikujt aty, patjetër. Një individi, pra, sepse kam pasur edhe përplasje të tjera. Po kalojmë te pjesa më e bukur, te pjesa e librit parë. Libri i dytë, po libri i parë, pa thëmë historik që bona për lirin e shkollës Perashit, ose shkolla Lilaçe që është sot. Bile kam bërë një kërkesë të... Pikrisht, nga aty lindi ideja e kam ideja, apo jo? Po, aty lindi ideja. Dhe u bë, i qëj këtë plan edukimin, planin me cilën dosha me bë këtë aktivitet, dhe drejtoresha saj kohë, pëpspeja përma, e pave si një kështu, si një gjë që s'realizohet, po aja ashtu e menote. Pa unë i thash, në paradite do të bëj një koncert me fëmijë dhe tjerë, pas dite do të bëj një seminar me ish mësues, ish nxënës, pra të gjithë vetëm dhe do të bëjmë si një tip konferencë ku do të shpërndajmë disa medalje ndërthojza, pra medalje mirënjohje për ish mësuesat më të vjetër, për ish drejtuesat e tjerë. E kam qartë. Dhe kjo nuk e imagjinote se mund t'i bëj. Aq më tepër kur bëme o librin që e bëme në bibliotekë më pas, ishte edhe një shtyse. Promovimi i librit të parë, prof, është bërë në bibliotekën e Shkodrës, po? Po, i shkollës, kurse promovimin e parë kam bërë unë thjesht, kena qenë në një koleg temi në Thomas Vani, që u bërë bashkëpunëtori jemi, ai ka qenë libri i parë i fizikës. Në 2007 u hap ideja që nxënësit me pas më pak tekste dhe mund lidhni ideja që nga klasa 6 deri te 9 me formu një tekst vetëm me tana temat dhe unë e kam bërë, e kam realizu, pra me ushtrime, me teste, me gjana, me teori, me tjerë gjana kryesore. Të jena të gjithat përfshira, po. I kam përmlau të gjitha në një libër, në mënyrë që me lecu edhe me kujtu që në qofë se ti në klasë 7 me harruat klasë 6 e lexon. Qofë se ti në mësu ma tepër e lexon 8-ën. E me rapa, kjo ka qenë e ideja jemi. Sa efikase, sa ka patur profe efikasitet një prodhim i tillë, një vepër e tillë, një botim i tillë? Unë kam shpërnda 300 kopje. Aq kam shpërnda, dhe thonë unë mund të kem marrë një 15 kopje të mia, më shumë tjera kam shpërnda gjithë. Kjo ishte ideja dhe realizimi i librit të parë, profe, po? Po, libri i parë ishte. Pastaj libri i dytë si ndodhi, çfarë ndodhi me librin e dytë? Gjithmonë duke u niste historia shkollës. Shkolla Lilaçe është 100 vjeçare, më shumë se 100 vjeçare dhe është një ndër 10 shkollat e Shqipërisë e ndërtuame me emrin Perash. Po ashtu do ta tregoj më vonë Ajasma që është me të njëjtin. Pra janë 10 shkolla në Shqipëri, kur ndërta 4 kanë qenë vetëm Shkodër. Ajasma,
Perashi që është sot Alilaçi, Skënderbek që ka kënë shkolla 10 Korriku dhe shkolla Ismail Qemali që ka pas emrin Paruca. Pra këta kanë kënë shkollat e para të inauguruar kur ishte në atë kohë ishte Luiç Gorakuqi ministri i arsimit. Ai hapi shkollat e para në Shqipëni. Në këta 4 kanë qenë vetëm në Shkodër. Tash imagjinoj çfarë potenciali ka pas, pra arsimi në Shkodër sepse ka pas edhe burim, ka pas mësuesa shumë. Dhe kjo mbua shtys më tepër me i rikujtuar ata figurat njohura të cilët pra ishin me të vërtet figurat të cilët kanë bë historinë. Një prej tyre është ai që ka shkruar Shkodra dhe Motet, pra Bushati, i cili pra ka bë volumin kryesor të komplet Shkodrës, ai ka qenë drejtori i dytë apo i tretë në atë shkollë. Pra si drejtues. Profe, si arrite që ti mblidhje gjitha ato informacione në një libër të vetëm, sepse shumë kërkime. Në mund Zoti, der. Kam gjetë letra origjinale të shkruame nga dora e profesore, do shkrime nga ish drejtueset e asaj kohe. Pra maj mend edhe nga Hamdi Bushati, më ka ndihmu i biri i tij Ndjeri se ai ka vdekur pak fatkeqësisht po. Ai më ka ndihmu me letra, kam pas amzat e shkollës të cilët kam marrë informacion të bollshëm, pra nga 1917 edhe informacion sakt. Pra sakt, se çdo gjë e shkruame me dorë, ka met ajo. Dhe kam shku në përshpije të personave të cilët nuk i njihsha vetëm më adresoshin që filani rrinito, dhe unë shkosha shtëpi, thosha kërkoj informacion dhe ata plus asaj që më nefshin foto e gjana, pra më nefshin edhe një lavdat që më thote trujt Zoti se shqyr që po na kujton e po e shkruan dikush që ta realizonte një gjë të tillë. Po çfarë pluna, pluna me vlerë. Sa që unë kam arrit me bërë 2000 foto. 2000 foto. A janë të përmbledhura, profe, 2000 fotografi tek libri i dytë? Gjitha i ke përmbledhur? Kam përmbledhur atë sa mundem, sepse po ta mush me 2000 foto, atë librin atje do të rritë kostëve, do të bëte... E kam qarë dhe do të bëhe një libër gjigant. Do të tregoj edhe arsyen tjetër që s'ka mujt me votu librin e zëgjve, po vi me rrallë. Po me rrallë do i marrit, ma shët keqen. Dhe këto para se me botu pra më ndihmoi prap kjo shoqata italiane e cila pra bani investimin kryesor të librit dhe bame edhe shpërndamin. Por du me dalte ideja. Masi bame atë vendosa çdo kornis nga mësuesi i parë deri te mësuesi i fundit i kam vendosur në për korridor deri në kat dytë. Si buda qytetruar, ashtu janë edhe këto. Shumë interesante. Unë kisha qef me e ba moze, sepse ja vdekë, se ishte 100 vjeçare shkolla. Një ide brillante. Ta pa i thej nxënësit, gjanë e bukur se thej nxënësit, edhe masa e vërtet, as një gjam se kanë thy. As i sënë s'kanë thy, sepse tanë e dashuroshin gjanë e bukur. Dhe masi kam ikon prej aty ose me mbjen keq, janë hek gjitha. Dhe tana kretë historiku i saj po thuj se është eliminuar, ti kanë qu disa foto aty të historisë, dhe të pjesë me cilën pra kena bën nga mësuesi i parë deri te drejtuesi ku kam qenë deri në 2012. Gjuna. Po kanë ikoniza komplet ajo shkollë a kthy në një pjesë, më thon, shkollë pa histori. Pra është një gjë e cila por kam i zotnu dhe kam i jetu libri i cili është dëshmi e madhe. Bravo, është e vërtet. Është fakt kryesor. Me transferu në Ajasën. Në vitin 2013, ku edhe unë bana një kërkesë për largim, sepse e din vetë fazën e ndryshimit dhe nuk dojsha unë ma për me kenë pjesë e fjalëve ose e gjana qëre ky servili e tjere, sepse unë kur e urrej diçka nuk kam qef as me kenë pjesë e saj. Dhe atje shkolla më një copë letër, më kalune nga definitiv 16 vite, kaloj në provizor, se ashtu e kishin pru ligjin, nga drejtues në mësues. Dhe unë, pse si e shafat e thëmë fali thëma, se ke shkru gabim, ku më theta i juristi i arsimin, theta grën theta shu e kanë pru ligjin. Dhe ligjin në shoj mas 5 mujve, pra unë 5 muj kam me mësues zëvënësues, me gjitha te, shkova në Ajasën, vazhdova punën, vazhdojnë vitet, në 2017 ishte 100 vjetori dhe i thëmë aty në mlau i kolektivin do të rinovoj shkollën, me kështu gjanash, pra kam bo alasat, janë ata tabut në për klasat, të cilet i kam bo me mitësi, i thëmë do të regoj këtë oborin, do të regoj hekat, i kina lyton me nëzanë me mësus,
do të bëjo librin, po libri ishte për ju a shkurt, në shkurt e kam kryer në maj, tash imagjino. Du me dalë prap si kur e ke njetin e mirë, zotit Pa tjetër, pa diskutim. Mua thuj kolege, unë kisha ecë ma shumë se gjysën, unë thët kisha pas shefa unë me kontribu, pa tjetër me kanë hajde urna, se sot e kanë vështirë me të fut kush, ja me të bu emrin e tjerë e tjerë. Me Edhe ja vërtet. mëri pjesën e vetë, ja dava pjesën me cilën ka me hullumtu, dhe kështu fillu me hullumtimin dhe ndihmoj sepse u përshpejtu puna. Pa tjetër, u realizua më shpejt, po. Aja takote njerës, unë takosha njerës shkone për shtëpia pa ditë, pa njoft, jam piloni kush jeti, kush ka qu, pra gjana, po kur ja kujtosha masanaj, aty ne i shkoshin lot, pra. Është vërtet, emocion vete, po. Shumë. Dhe në këtë mënyrë spontane u realizua për një periudhë shumë të shkurtër, vetëm disa mujore dhe libri yti i tretë apo jo? Po, dhe një prej kolegëve, që unë hala e kam sot kolegë, i kisha thanë kolegëve tjera, ashtë i marë kjo, si ka me i ba këtë anta, që kujtan kjo, për te mund që ban kjo. Dhe këtë e kishte thanë kolegëve dhe ma tregunin, ma si e kam bërë të në këta, më ka ardhe më ka potë në faqe. Allah të bërë, Zoti tha se s'ma ka besuar, nuk ka besuar nga që periudha shumë e vogël e shkurtër. Po ti bësh të në koha shkurt, lek s'kisha, si san s'kisha, si do me i bë, thote. Kur e ke Po ja që bëhet. Zoti ti hap rrugët e ti hap gjepat e tëna, dhe më thonë tëna mundësi të mlave. Bravo. Libri 4, profe. Prej të i treti se ka një meselekja. Po shpejt, se nuk se kemi shumë kohë në dispozicion. Shkume në bibliotekë me ba, shi si da Zoti, shi gazet, tosha thu pa vjen kush. Kishim lajmune ton, a dën ti sala, plote për plot, në kam të me, kisha ftuar profesor Tomor Osmanin se kishte pas tjati mësus atje. Dhe ju ba qefi. Pedagogu im. Po, vazhdojnë prep aty dhe me thonë një pjesë saj, dhe kisha një person i cili është i ndjerë ka vdekës, avaj ka shkru pjesë historisë, më bani një kritik, po, unë si koptosha kritikat e libra, ose nuk isha marrë me herë me këtë anë, më thëtë, s'ki shkru filanin, thëtë, ishë mësus, që unë së disha, se s'kisha informacion. U quta Tomor Osmani, kapi libri. Në gjënë e thëtë, unë kam promovu libra shumë më të mirë se këtë, shifë e savet, s'kam kumul njerëzit, kam promovu libra shkencore, s'kam pas me zërë dy reshta. Po kja është mu knaq shpirti e zemra, ka që bukur foli. Pedagogu mbejt e pedagog. Po, ti tha zotniha që da me studiu. Pas ke njerës tjerë, tha, që ku e ke tekstin, kja baza, tha, vazhda e bane 100 faqe, 200 faqe tjera, shtoj, tha, se stilet kush. Pa vazhda hullumtimin ti. Nuk bani mua za, unë aty o mira, e mora si me thanë shumë, u qëtësor, u lirova, sepse nga herë janë da kritika cila thash mos kam bani gabim, pra se me të vërtet, vazhdojmë te treshi. Te 4, libri 4 me fejda. Libri 4, aja ka qenë, aja realizu nga vitin vit, pra nga Ramazanin në Ramazan. Sa interesante kjo. Dhe kjo është interesante sepse ideja më lini për 2-3 tekste dhe bashkova 5 tekste në te. Bravo. Nga të idenë. Pra, i herë për fillimin e bazën e njohërisë fetare, më pas histori nga profetet që nga Ademi alayhi salam deri te profeti i fundit, se cili nga ata që janë përmendur në Kur'an janë të regjistruar 25 ish pejgamber të Allahut, pra drejtuesat që kanë qenë të fesë, pra të urdhnuar prej Zotit, dhe unë i kam shënu, plus asaj, kam shënu muajt e shejt, plus asaj, kam shënu edhe pjesë të cilë lutjesh dhe dedikime vështirësive që ka njeriu, për shembull që ka nevojë për me bërë lutje, me u drejtu Zotit, me ata lutje që ndoshta njerëzit nuk i dinë dhe ky e bani librin edhe më të pasën, edhe më të këndshëm. Bile arrita, pra jam lutë Zotit se isha në fazat fundit, a thu po bëhet dhe çanoi. Po bate prante në mjes. Dhe më në telefonaj që më kishte botu, i ke gati, gjysën. Po mirë kam rep njëri, thëmë se kam lejnu njerëzit, nuk ja del. Ishte gjuma. Emocione dhe siklet në vete. Ishe fix, kishe atë pjesën i Imam Mlekut. Masonej, në orën 3:30 kisha me mju hatme, pra është një pjesë rituali cili bëhet për ata shpirtat e vdekun, pra i knohet Kur'an dhe bëhet një dua në që Zoti t'i mëshiroj inshallah, dhe më pas
me bë inaugurimin e librit. Pra ishin 3 procese brenda një dite shumë shpejta. Një ditë shumë e ngjeshur, shumë e ngarkuar. Organizimi isha i vetëm, staf nuk kisha. Ftesa ka qenë më shumë me SMS, se s'kam pas mundësi as me bë ftesa, etj. Dhe kjo ishte arsyeja e shpejtësisë dhe daljes të këtij teksti pjesa e parë. Pjesa e dytë, pastaj mos ia shoh mua për Bajram dhe unë vazhdoj të shpërndaj falas sepse një mik i jam, një shok i jam, i dhuroj ato parë për në mënyrë që mu shpërndaj falas. Bravo. Dhe kjo është arsyeja. Mirë, profet, në këto momente do shkputemi për pak qaste nga krimtaria, nga vepra, nga libri, nga sporti, nga gjithçka, dhe do pozicionohemi tek familja. Kur je njohur me zonjën pedagoge që unë e përshëndes fort? Edhe kjo është e fortë. Domethënë, unë prapë them jam besimtar dhe çdo gjë Allah sepse je njeri i mirë ti, po na trego mos na u largon nga Kina, po hajde na trego kur je njohur, si je njohur. Unë e di që ti ke dëshirë të menjanohesh nga përgjigja, po nuk ka problem. Ta tregoj realitetin. Realitetin e trego, të lutem. Ishe fjet në atje të uqunë mjes, më vjen tezja, se tezja nuk është ma e mira. Dhe më thot, ngori the të kam gjeti nusë, dhe më thonë, mu largaj, tham, se, prit, mu largaj, tham, se ti e din se unë e dosha me punë, se unë thjesht arsimtar por nosha, kishe rogë pra as 90.000 lek, s'mershim muj. Dhe më thot, po, ashtu ishte, dhe më thot, jo thot është me punë, në qofsa me punë futjo. Or na thet, se në pjura jam, futë më të thë mund, në pleje unë i tham futu, tja prej këtu, shkan të nana, se nana për Ahmet, shkan i thetë si motat, vjen nana vrap, goni, a njefa, foto nanë se punok, a i tha, po të vërle du me punë. Ka problem se do e njohë. Kur vjen puna, ma japin si emër. Kjo ishte pedagoge, në më thonë, unë ishe student, njëjtë në shkollë. Aja ishte në vitin që e kishte kryi fiu, sa ka kryi universitetin e kanë majtë pedagoge, unë isha në vit 4 në shkollë në financë. E kishe hija në financë, mas i kry me u hap financa re, ne prej matematike të shku me la me provimin e mor me ta në shok, pra kina ka një 6 shok bashk, la me mor me sepse kishim thjesht anin matematikore. Dhe unë e vazhdova nga shumë me këshputje, pa këshputje nga puna mas me rrog, pra se ishte aja ditën më një. Si gjithmonë o profe, kështu si gjithmonë. Me shumë vështërsi, por ti del fitimtar gjithmonë. Më thojnë, e ka mi jamrin, thet ka nana, ka pas kopliku, ka jati kulolli. Edhe më thojnë kështu, unë të shqyrë të shënohë. E ama saj ku ishi të ne. Unë shokin ngusht me djem të asë saj. E nuk e bashim liujen. Nëse kam thani keq. Kam thani keq. Më qopt hajrë banezat. Në të kundët mos e bëje, është vërtet. Papa, më thote nana, ki pyt, pa me kam pyt vajse mjeta, si isha, hiq, gjallë. Unë e përshëndes shumë bashortën tënde të ndëruar e jashtëzakonshme. Dhe i bëj ftesë publike, dashur miq, që do ta kemi së shpejti në emision, por jo sot, sepse profja nga që ka shumë për të treguar, dhe nuk lë profja kënd që nuk i lë kuj hapësirë profja që të diskutoj të thoj diçka. Jo, e të kam lanë hapësin vote, fejesa. Që emisionin e sotëm e kemi vetëm për profe, nuk kemi asë një surprizë as gjë fare, kështu që profe, keni realizuar një fejes, martes tradicionale, shpejt e shpejt. Tradicionale, pra të fejesa, masi u fejo me i liu me punt, dhe shkon nusja me lanë vakume, që ko si ashtë cakonit e puna asaj. E pyt aja profesoresha që i kishte mas feja, pëmën se njofin tanë. Ke ki marë filanin, si me kene i diversantën. Usë shku mirë, kur bete. Se një kthesha fjallin asaj me drejt. Aja e kishte bezdimi a këthy kush fjallin, pra kishte autodidaktin e saj dhe e kishte të merë me a këthy, unë gjithmonë një kthesha fjallin. Edhe vjen nusja ta në tërë, që ki bëhet filan, që e kam bëhe, e kam thonë vërtetën, që e kam, se që të ka thonë, s'pa flite, pa rrite këshësi. Se nga që i ka ardhe pak zore, di, pak sira. Ka zore se fjo imi e tje, asa e kalaje, se i dit, 2 dit, që dhja më marë të ditë zë. 3 dit gjatë që dhja më madhe, pa problem fare. Te martesa. Mësuam tashmë. Te martesa, kjo e dinëson s'kam pas emocione heq, kjo kishte thjerë kolektivin e vetë punës, një në ta ishte aja kunështarja punës. Dhe unë isha student, dhe fos dorën të dhe me këte gjaketa, të më ratë zemra, pe unë të asho, ma sanaj, të alë tonë, i urt, heku gjaketa, tjetin si këse jonë.
Fillua këthimin atje. Ti si ai karkaneci aty. Bicicleta. Hajde, agrën, hajde. Fillua me knut. Agrën kastratin a knaqe. Isha bo Ogoni, 4 kon për darsën. Për darsën 4 kon. ha, shpejt e dasmën, het Unë i kishe. kisha knu më për para, pa knote disku tash. Vjen daja. E playback. Kishte pi në i sanar fjote bërtite, mikrofoni fikun. Qa bërtet më pyke, thëmë se s'kënë mikrofoni, e kishe me të mpyke, e vazhdo të konga. Mos më shiko mua, për vazhdo këngë. Ai se kuptohet Goni, se... të na tregosh pak të lutem ndjesin e të qenurit baba për herë të parë, për herë dytë. Na trego pak atë emocionin, si e përshkruan në këto momente pas disa vitesh tashmë. Praktikisht nësa pa të kalu një periudhë të vështirë, sepse dështoj herën e parë. Më vjen keq. Edhe kjo ishte ajo çfarë e sikletosi, si çdo famën se Pa ju një diskutim. vetë, edhe unë i të keq unë këte kuptosha, po gjithmonë nuk i bisha në sy gjithmonë me të qeshun, se din natyrën teme tjerë, e shka përcyma o këtë vështirësi, dhe kur meti shtatzon, më thonë me djalin që kena sat, i kishte dal nanër vjers. E i thet vjera djale ke sepse. Nana jame, Emocion i madh. i kishte dal nanër vjers, i kishte thënë që sa djalë bukur kam pru. Pra, Ti mbahesh si njeri i fort o gono, si, nuk e di, fillove e interviste na emocionove, po shkojmë nga fundi i intervistes ti sërish po na emocionon. Si do e mbyllim këtë intervistë i dashur Agron? në gzim. Marsat keqet. Shpejt do fuqizohemi dhe një herë që ta kryem intervistën, ha? Po qaj për gzimit dhe i thot nana, pra se Ashtu andrat qoftë janë gjithmonë. vërteta, sepse janë 3 lloje andrash. Një andër është që ti tregoj ty që ti dish, një andër është nga loja e përditshme, një andër është nga shejtani, pra nga ai që të rrethon, ai që është e ai vërtet. bebon, dhe një andër është prej Zotit. Dhe kjo ishte prej Zotit. Patjetër. Ti si do na përshkruash Agron, emocionin asaj dite të bekuar? Atje vjera më përcoi paren dhe më tha, e ke djallë, tha se kam pa nane madhe, në kartë, dhe me djallë të shkollet. Kjo ishte emocioni dhe kur ka linë, thonin, hajde, do me hinë aty, s'mu isha me hinë e pa. Po prisi jashtë, isha shumë emocione. Dhe ma pas i linë i djallë, hajde, këtë se ka dalë djallë i shnetshëm, mashallah. Dhe kështu i arrit e i vendos me emrin Algon, ba me liojën Albana dhe Goni, ba me liojën dhe ishte një emër i veçantë për kohën, sepse edhe kur kam shku me regjistru, më thote ja, si e ka Agon, jam e tham Algon, pra ja shqiptova disa herë Albana Goni, dhe ba me pra këtë liojën e fort familjarë të cilën ja vendos me djalit, i cili është shpejt një djali i marrë, alhamdulillah, ma pas prep nanër, unë kam pas qef shumë një vajzë. E ki patur shef një vajzë ti, po? Po, herë from the nana. Se si pas ke këto ëndra ti, profe, këshu, si para prirëse? Po, edhe më set nusja, unë e disha që ishte vajzë, po pas me kanë s'kana të këta. Aja kishte shku me pa, me ma pa surprizë, është vajzët. Vajza babajt. Goni, të na tregosh pak i dashur, unë të kërkoj ndjes që të ndërpres, po më duhet, të lutem më mirë kupto. Të na tregosh pak, tashi, tregoj sinqert, të lutem. E ndan do të dashurinë e djalit me të vajzës? Pra, një dashurim vete, dy gjinit ndryshme. Si do na përshkruash? Atëherë, djali duhet se është djali jetë, vajza duhet se është vajza jotë. Për djalin është burr, për vajzën ka është delikates. E kupton fjalën delikates? Po, pse nuk e kuptojmë? Çka mund që të kuptojmë? Ja, edhe ata që na dëgjojnë e kanë pra delikates, do të thonë që vajza duke qenë më e brisht, gjithmonë prini është më afër saj. Patjetër, kuptoj. Nuk e thënë sepse burri është burr dhe une edhe ato vështirësi që ka pas djali e di që i ka lënë shumë më kollaj se një vajzë. Prandaj unë jo se i rri më afër vajzës i rri djalit, por më shumë, si më thonë, e shikoj vajzën këtë aspekt, pra duke u rritë se sa
djalin që unë kam shumë më besim sepse djali aty përfaqësu edhe zanatin tem se është bëu ai arbitër. Dhe kështu që po Ti vazhdoj një kesh me karrierë jetë me shëndet, kjo është e rëndësishme, nuk ka Faleminderit. rëndësi fare, e rëndësishme që t'jetë të shëndetshëm, t'jenë njerëz të mirë, t'jenë Po, fëmijë të suksesshëm dhe Bëhen si sepse ne, edhe më të mirë se ne, sa të kena mundësi. Ne ashtu dhe ashtu do t'i qoftë. japim më të mirën e mundshme, po Se ata kanë nuk me ka zgjau jetën njëna. patjetër, ashtu është fikse dhe besoj Goni që ti je dakord me mua që nuk ka kënaqësi më të madhe për prindin kur fëmia është i shëndetshëm, i suksesshëm, është gjithçka, kështu që Është e vërtetë. Edhe kur mi një fjalë të mirë, gjithmonë gëzimin e ke ashtu e mund qoftë, për ashtu mama, shpresojmë. nuk e shpreh, por gjithmonë ajo është pjesë e trupit. Pa Thonë diskutim. ne jena amanetçar tyne, sepse na ka dhënë, Absolutisht. na ka fal Zoti amanet ata fëmijë, mi rrit hajrit inshallah. Të shpresojmë, Dal ashtu, Zoti. të shpresojmë. Agron Kastrati, të lutem, na tregon momentin që je futur në botën e arbitrimit, pra në futboll. Si ndolli, pse ndolli, qysh ndolli, tek ndolli, shpejt e shpejt. Kemi kaluar çdo limit kohor, që ta dish jemi 1 orë e 6 minuta këtu, 7 minuta tashmë. Me mendjen time jam te gjysa. Jo, të mashat keqe tënde se pastaj Dhe shpejt e shpejt. Shkaku bë shoku jemi i klas, Pajtim Lapi, cilin kemi kryer fizikën bashk, ai vazhdoi si arbitër. Shkaku bë Skender Bilali, i cili erdhi i mloi nëpër klasa për me formu grupin e ri të arbitrave, por unë s'pranova se unë luqa me Velipojen. Por erdhi një moment i cili pra nuk kishe ma, si me thonë, kohë mu marrë me danë stërvitje, puna për veti, mrapa kisha një ekip që stërvitësha fëmijë, vegjël. Pra ishin shumë angazhimet e cilët do të me lanë diçka për me riparu me njek diçka tjetër. Atëherë, përfundimisht lash futbollin dhe ju përkushtova arbitrimit. Okej, sa e vështirë ishte fillimi? Fillimi ishte shumë i vështirë sepse unë duke qenë nga ana Sederli shumë dhe nuk i dorosha këtë anën e padrejtësisë, bile kam qenë në një moment që kam debatu me shumë tifoza, domethënë 200 tifoza ma shpimet, dhe Hova Flamurin atë kohë isha asistent. Thash, nëse jeni trima, hajdeni hyuni këtu, i thash, debatojmë. Si kokë shkreti e këshun përgjithësi, profe. Ma voni tham vedit, ta me të kalu me kam shkelin e s'mundesh me qu kryt tash. O, da me ba këtë pun, hyn ka këtë vesh, del ka këtë vesh. Bravo, pra të po thëmë, po. Dhe kështu vendosa me kalu në vesh, mas më marrë. Edhe ka që krye. Sa vite e ke realizuar arbitrimin, profe? Deri në 2016, pasi në 2016 pata një problem fizik me meniskun, me të dyja kantë, dhe nuk hyta me vazhdu, pra kam më para kohët arbitrimin, pra nga viti 2000 deri në 2016, 16 vite me radhë. Dhe do delte pjesa fundit. Pasi isha gati me kalun Super League si kryesor, se njëherë isha asistenti i Super League, mësë me kalun. Po, e kam qartë, etapat, një pas njështë. Po, etapat, e fillova herë kryesor nga 3 me radhë, dhe në Super League unë nuk arbitrosha veç kisha neshet më të mëdha si i 4 dhe më thoshin arbitri i 4 shife këtë arbitër shife të arbitër. Mima, unë ku jam i thosha. Ashtë si puna ti që stërvitet për ditë dhe nuk më japshin mundësi. Po unë si thosha aman dërman dhe nuk u basha vegël e kuj, se është natyra jam. Dhe vendosa me shku me taku presidentin. Para se me taku presidentin Armando Duka, takova shefin dezinatorin, Tahir Kastratin, që kena të njëjtin me emër, po ajo është me origjinë nga Kosova. Dhe ja thamë në zyrë, mos më thush nesër, i thash, që pse s'ki që nuk të thash. Pa, se jo më kini ranë qafë, këto a i s'fodi hiq. Kova të presidenti, u takova, i menoj për herë parë se jam në i lytar, ka marrë me ullë në i dënim. Sa shu ishte koha, jo i thamë jam arbitër për punë zi. Me cilë skuadër? Pa, për punë zi, i thash jam arbitër dhe jam i ky person. O, thët ke i veçanti, po me mëjë se jam i veçanti. Pa ke njef në arbitri, më tani njef, pra për 8 muajt. E kam qartë. Po nisim tha me këtë nga Lezhë. Pra Pietrushi ka qenë pa dizinatori jonë që na drejtote dhe na vendoste në përmeshje. E merë viva voce. E thët,
Tash me të marrë presidenti, me marrë e prori, ka ke parasysh si duke, si e presidenta i mirë që kena, sa asaj se din sa, po e në i gjëmë në ushta. S'ka problem, do e shikoj tani, ha? E ka të birin në Angli dhe ai do ta marrin vesh. Ashtu do ja shikoj, përshëndesim edhe të birin krejt gjithi përshëndesim. Unë e respektoj sepse ka thënë fjalën e vërtetë. Dhe i thot, kam një arbitër filani, thot po, pse nuk arbitron në Super League, i kena rënë qafë president. Fjala ati e parë. I keni rënë qafë, po. Kjo është arsyeja, po, kjo është arsyeja. E mjumete, merë së koljarecin. Dhe thot presidenti, pse filani nuk ashtu, po jo më president, a i nuk kërkon. Pra, mos më bëjmë servil ty, apo më net neshe, si në ha, apo më net në hangër. So, unë aty jam punëtor. Po. O, pse ke ka me të kërkume, thot kjo, po, që bëjmë si kanë tiranësit, këtë shprejhet. Disa nga tiranësit, po, disa, jo gjithë. Po, disa. Dhe tretin merë Tahir Kastrati, ai që i kisha thonë në zyre, ja tha, president e djarë ka tret, i kina në qafë, nga në zyre, mi ka thonë tana tek, si puna e saj. Si puna e humorit, po? U qunë kam, në adore, ta shtajina unë e ti tha. Zëtë në ati vazhda servitje, dhe do t'jeshta në anën më të njërë, mundshme. Okej, bravo. Nga në shpirtnore, unë ishe... Pa tjetër, nga në shpirtnore ishe okej. Vazhdova servitjen dhe fillova të një dhimjen në krahun e djathtë, pra minisku, pulsote si me të hi gosht. Pys këtë doktorin Rushdi Mesin, se e kisha edhe kujshia edhe mik e kam. I tha me shtyshtu me doktor, o duhet me operu, pasash kanë operimi, kaq për ju, pasash kanë rehabilitimi, kaq për ju, pra shkote gati i vit. Edhe qo flani, thamë sonë, s'jam për hi thikave. Dhe thët, dhe mund të rikthehet. Pra është nuk është 100% që mund të i parota. Nuk ka një garancit mirë fillt në vetë vete, po. Unë halasat vuj, halasat bëj gjilpana për çdo vit ushqyse për me ushqy kockat, në të dyja krahat e miniskut, pra i ble online, në Itali zakonisht i marr sepse këta tonat si kur nuk bajnë. E kam qartë. Dhe vazhdoj për çdo vit bëj një gjilpan pra që ta mbash në për më ushqy kockat, sepse janë konsumu aq shumë sa që nuk e ashtë tha langu, dhe këta e lubrifikojnë kockën për mënyrë që mos me ashtu. Mirë, profe, aktualisht ti po me çka angazhohesh? Vazhdoj vëzhgues si arbitrave, jam në kategorinë e parë aktualisht, pile meshin e fundit pa ta rastin e parë që të vëzhgoj 4 vajza arbitre të kategorisë parë. Meshja Puksi Burrelli, të 4 me stem FIFA-s. Kjo ishte një tjetër knajsi. Satisfakcion është, po, pa tjetër. Profe, një dite jotja normale, pra ti vazhdon mësuesin, apo je shkëputur nga mëzimdhënia? Jo, jam mësues, vazhdoj mësues, akoma në jasëm dhe plotësoj orët e liria, sepse tash ka rao numër i nxënësve, dhe gjithashtu kam hyrë master të tretë. Vazhdoj studimet për... Sikur s'ke qa bën tjetër, profe? Jo, po njeko një rregull ose një thani që ka thënë profeti Allahut Muhamedi alayhi salam, ka thënë kërkoje nga djepi deri në varr, pra dijen, dhe dija është e pa fund, sa do që të gërmosh për sri, pra nuk ka fund ajo, bile sa më shumë që mësojmë duket veti ma budall, tham sy. Jo, mos e zot. Mirë, profe, besoj, a ke harruar diçka pa thënë, a kalojmë tek fotografit që kemi përzgjedhur, me qenë se kam patur në dispozicion 2300 triliard fotografi, dhe nga ato, nga ajo shuma nuk e di me sa zero, jam munduar që të përzgjedh vetëm disa, unë e di që ti do më përsekutosh. Unë jam mundu me t'i bo me grupe, në mënyrë që me t'i zvoglu. Kjo është pjesë e vëzhgimit. Tani do i komentojmë zbashku shpejt të lutem. Të eshe arbitrash nga Kavaja, me sa shaf, një në eshe kategorisë parë, kaq. Jam vëzhgu si ty, pra i ve notat ty në tashma. Pra unë i vlerësoj këto për arbitrimin. Unë jam tu të njerë në Hungari një torne ndërkombëtar me ekipin tem, jemi përfatsu atje me Unana. Pra, mosha më vjeç. Njani për ty në sot, është me kombëtaren e të rive të Shqipnisë. Këtu jena në promovimin e librave të shkollës, me Motor Ricardën, e cila në ka ndihmu shumë me mësues pështetës, që kena pa shumë nevojë, sepse në shkolla jonë është të përbërë me vetëm shumica me nxënës Rom.
të cilët kanë Që mangësinë e kanë patur shkrim dhe vështirësi të ndryshme, po. lexim dhe sidomos për mbledhjen në zbritje dhe normal që edhe për jetesën e kanë shumë vështirë. Po kjo motor në ka ndihmu me tesha, me bazë materiale dhe fatkeqësisht na ka ikë tash 2 vjet, ka ikë a shpërngu në Tiranë dhe ky është momenti i fundit që kena taku, kena ndajtu bashkë shkëmbime edhe dhuratash, edhe na ka lënë disa Në shej detyra, falenderimi, kuptohet. po, të cilat Fotoja e radhës, kjo është shkolla e përbane nga Romë dhe disa të bardhë, kjo është viteve, me thënë, ku kam pra qenë nga nga viti nxënës 6 mix, ta muaj, themi 7 muaj. më bukur, profe, të lutem. Si? Ta themi, po them me nxënës mix. Po. Janë përzi, Këtu jemi janë në një mix. studio televizive, Po, me Gasper, me Gasper Markun, me Gasper kolegun Markun, tim, i unë cili, e përshëndes fort, i përshëndet po. gjithë ftuarit, po. Në një rubrikë sportive të zakonshme të profesor Gasperit, sepse ai vazhdon akoma dhe më thret edhe aty ku është. Intensivisht e kemi Gasper Po, Markun. e kam mik vjetër, jena, sidomos ky e dashuron shumë sportin dhe është një nga ikonat e sportit në gazetari, se dhe njihni shumë mirë. Apollon Haxhi, ky është njëri i vllai i gazetarit tjetër sportiv, s'po kujtohet tash, ish futbollisti i Vllaznisë, nuk ka problem. Vazhdo. Një rubrikë sportive e zakonshme. Patjetër, emision sportiv në median lokale në Shkodër. Bravo. Tani të dalim 30 sekonda më shumë. Kjo është festivali i zëgjve, një nga festivalet që kemi organizuar te Shqipoja. Po për një na trego kush është zotria në fjalë në foto. Ai është djali i madh i nënës. Djali i madh i nënës dhe i babait, vllai yt edhe vllai yt më i miri. Më i miri, më i malli. Unë e përshëndes fort, kam një vlla tjetër. Patjetër i përshëndesim, patjetër. Jena edhe koleg sepse edhe ky ka kry matematik fizik. Dhe kështu që jena bërë koleg në arsim. Patjetër, i përshëndes shumë. Shumë faleminderit. Dhe pse jo, do ta kemi kështu me ftesë speciale në të ardhmen. Shpejt tek foto e radhës, këtu kemi medalje, certifikata, diploma pafund. Kupat dhe medaljet që kam marrë për aktivitetet që kam bërë në kampionatet e zëgjve të kafazit, sepse unë të thash jam një apasionuar mi 14 vite që i maj këto zëgj, dhe vazhdojnë e këllnoj, nuk e dhja njet melodia këto. Jo, unë nuk arri ta dëgjoj për momentin, po ndoshta teleshikuesi që ndjek intervistën. Janë evenimente të ndryshme, jo vetëm Shqipni, po në Kosovë, sepse atje kam qenë në rajon, është e vërtet, po. Po, në rajone të ndryshme, në Maqedoni, në Itali, në Malzi, që organizojnë këto lloj evenimentesh, edhe në Shqipëri gjithmonë. Unë mësues agroni, shumë rrokun, kështu është kjo është pjesa e vëdishme. Profe, ty nxënësit të duan shumë fort. Nuk e di çka kanë me mua. Se ti je i jashtëzakonshëm si gjithmonë, bravo, halal qof, shpejt e shpejt. Kalojmë tek momenti tjetër i përzgjedhur. Edhe këtu është një pjesë aktivitetesh që kemi organizuar në shkollë me psikologun e shkollës, e cila pra kena bërë. Sërish na jasën, profe, po? Na jasën, po, shkolla jasën është kjo. Kalojmë tek një tjetër foto e përzgjedhur. Janë të shumta? Po, edhe këtu në një tjetër pjesë të rubrikës sportive me Zhivanin e Mall, i cili pra më ka ftuar. Me si dolin e madhe, pavarësisht se e vogël, shumë e madhe. E respektueshme sa është e vetmja femën aty. Po, si medaljoni. Po, fiks. I përshëndesim shumë ato sporti bashkëbiseduesit të ftuarit të asaj rubrike. Sporti, arsimi, pasioni nuk ndahen asnjëherë. Asnjëherë kur mos u ndalshin në mënyrë absolute, shpejt e shpejt. Kjo është përsi shkolla e jasëm, një grup i shkollës pra që kemi dalë. Kjo këtu që po bëjmë gisht është mësuesja mbështetëse që na ka pru motor Ricarda, ka ndaj për një 2 vjet, një vajzë shumë e nderuar, e cila sot është bërë nan, e respektoj, dhe Livia ka. Patjetër, përshëndesim. Vijojmë diçka tjetër të përzgjedhur në këto momente? Të janë botimet e mia të librit, bravo, seriozisht bravo.
Pra 2001 muajin e parë, tjetri ka qenë 2002 muajin, tjetri në 2007 muajin dhe ky i fundit 2025. Bravo, bravo, bravo. Ka më një Kur libër mos që u dalshin trashim votimet pamet, e tua? kam një përmlag, këto është familja jeme që me fëmijët e vegjël dhe duke u rritur, pra pjesë i kam vendosur të gjithë bashk Bravo, shumë e bukur. me bashkëshorten Një teme. përmbledhje. Këtu janë Të- diplomat, disa nga diplomat, certifikatat e tua, sepse Po. kanë qenë aq të shumta. Po, këto në certifikata të ndryshme të cilat nuk e di nga a janë nga arsimi, a janë nga feja, po më duket janë nga arsimi se si dalloj duhet me vuajë strikt. Jam munduar që ti përzgjedh dhe ti Po, përfshi janë të nga gjitha, po nuk e arsimi, di. nga arsimi. Për punimin e trajnimit modeleve, po, okay. janë arsimit. Është e rëndësishme që i kam vendosur diku, vijojmë tek diçka tjetër. Kjo është bashkëshortja jeme, kjo është xhamia me cilën unë jam imam tash 6 vite, pra qysh në Ku është kjo xhami nderuar, të lutem? Po na jasëm, afër na shkollës jasëm, tënde, okej, e ti ku bukur, punoj. bukur shumë. Xhamia jasëm quhet me të njëjtin emër, me të E njëjtin rrugë. përshëndes bashkëshorten tënde, fantastike. Faleminderit, faleminderit. Edhe ju shkon kjo veshja kështu, pse nuk e mbani këtë veshjen në jetën e përditshme? Po tash jeta ka vepër, aja është duhet me pas shumë gjëra për me marrë atë. Okej, mirë, mirë. Familja në stadiumin Loro Boriçi është këtu? Me familjen shpesh kam shku me i pa neshin me familjen tëme, sepse edhe nusën që të dish nuk e thash, e kam shumë sportdashse. Pra, e kesi shok të mirë? Po, edhe djali e dan sportin, edhe vajza, kështu që jena tanë si një ekip të sportashës. Shohim vllaznin dhe jo vetëm. I paq me jetë me shëndet? Faleminderit, stan bashkë inshallah. Ashtu të lumë, faleminderit shumë. Kjo është shkolla mesme. Kjo është shkolla mesme, kjo foto e 88 se ku unë jam i kyto. Edhe kjo është Risto Gjurba, mësuesi kujdestar, i cili na tërhoqi vesh atëherë kur ishte pjesa hapjes xhamisë që na kthej tonëve. E shef ton këtë ka u bëj unë ka rra, vetëm i këtij se ka brek me dorë. Kalon tek një tjetër moment i bukur i përzgjedhur. Kjo është nana jame, me të pastë. Patshëndet. Jo bën 17 vite. Ka qenë maraklie edhe në veshje, edhe në maje, edhe në të folën e thjesht. Ata që e njohin, pra kudo që shkoj ka punu në normale të madhe, riparim shërbime, dhe kur i tham jam djali filanit, pra kanë përshtypje shumë të mirë, sepse i ka munu atë sa ka pas mundësi. Dhe kjo është krenari, si me thonë, kur me gjanë mirë. Kjo familja jame. Nëna, babai? Po, sepse baba ka 25 vite që ka ndru jetë, pra dhe nuk gjeta foto të cilët mund të gjeshëm atre, kjo është i vit 85, mund tjetë kjo foto, vlaj Mo Genci, Benoni, edhe agroni vogël. Edhe agroni vogël aty. Mirë, një tjetër momenti i përzgjedhur, nëse nuk gabojon, jam unë. Mirë. Agron Kastratit, falenderoj shumë pa fund. Edhe nga unë ti fjallët më të njëra, më të përzemët, a bile më ba qefi që u takume edhe në këtë mënyrë live, se si mi pa nga herë, po shpresoj që i fillon në Shkodër. Faleminderit shumë. Unë vi, spaku njëherë në vit jam Shkodër, po fatkeqësisht sepse nuk takojmë shpesh dhe nuk kërkoj ndjes ty edhe gjithë atyre dashamirësve në Shkodër. E ki planin e frym, themi ne. Është e vërtet sepse njeriu ka shumë gjana për me kry një herësh dhe koha është e shkurtër, nuk mjafton megjithatë unë vetëm shnet për Ne refugjatët e shkrejt, ne emigrantët e shkrejt kur vim aty, një 2-3 ditë i kalojmë nëpër spitale një herë. Pastaj sa orientohemi qik, se këtu lëm 12 gradë, 10 gradë, vim atë 25, kështu që 2-3 ditë i kemi të rezervuara në për spitale, pastaj sa ambientohemi, pop, dita këthimit. Ashtë e vërtet, se klimen që kena nalë, dhanin që kena nalë bekum se ka kush, po i shala bohen edhe njerëzit e mirë, dhe i kthen një mon të njerëz se a gjina këj vendit pasën me tanë të gjana. Shpresojmë që një ditë do bashkohemi diku nga sikura, ajo Shqipëria madhe bëhet një ditë. Agron Kastrati, të lutem mesazhi i fundit për këtë transmetim, 1 orë e 25 minuta, pra 1 orë e gjysmë i kemi përdrellur sot. Mirënjohje dhe suksesin vazhdimsi të misionit tuaj për zanët, ku nuk do një gjojnë vetëm shqiptarët, por një gjojnë dhe emigrantët, të cilët ato janë më të vëmendshëm për sa i takon pjesë në Shqipëni.
dhe uroj me shpirtin e zemër që t'i vendbahet, uroj me shpirtin e zemër që inshallah të shohim ne një liri, një demokraci të pastër, ashtu si i ka shije shqiptari, sepse Shqipëria kudo që shkon vendos emër, pra sepse duke pas liri edhe ju ja dhënë drejta e shprehjes atje, shpresojmë që gjithmonë të shohim gjëra më të mira, inshallah. Falenderoj shumë pafund. Respekt edhe për juve. Respekt e minjohi gjithashtu e ka zhbukur. Ishte kënaqësi, Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dashur teleshikues, keni ndjekur një intervistë shumë intensive me shumë informacion, shumë të sinqert. Unë të falenderoj shumë mësuesin, autorin, por jo vetëm, ish futbollistin, ish arbitrin Agron Kastrati, enciklopedin vete është edhe ky. Po që na bërin ditën e sotme. Por një intervistë shumë e ngjeshur, me shumë gjëra të bukura, me shumë gjëra shumë interesante. Unë ju falenderoj që keni qëndruar në shoqërinë tonë dhe ju ftoj të vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Albi UK TV, duke qenë se është televizioni i parë dhe vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, është televizioni i diasporës. Ne do të jemi sërish së bashku të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.